Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić reagoi pas protestës së madhe të mbajtur më 15 mars në Beograd, duke deklaruar se qeveria ka marrë një mesazh të qartë nga qytetarët dhe se pushteti duhet të reflektojë. Të gjithë njerëzit në pushtet duhet të kuptojnë mesazhin kur mblidhen kaq shumë njerëz. Ne do të duhet të ndryshojmë, tha Vučić në një deklaratë publike disa orë pas përfundimit të tubimit masiv në kryeqytet. Megjithatë, ai theksoi se shumica e qytetarëve të Serbisë nuk dëshirojnë revolucione me ngjyra, duke u referuar lëvizjeve të ngjashme me ato që kanë ndodhur në disa vende të tjera të Europës lindore, të cilat kanë sjellë përmbysje të pushteteve përmes protestave masive. Unë besoj se shumica e qytetarëve tanë duan paqe dhe stabilitet, dhe jo skenar të dhunshëm, shtoi presidenti. Protesta e së premtës, e cila mblodhi dhjetra mijëra njerëz në qendër të Beogradit, u organizua nga studentë dhe qytetarë të revoltuar pas tragjedisë së ndodhur në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën disa persona dhe dhjetra të tjerë u plagosën. Protestuesit kërkuan ndërheqje nga zyrtar të lartë, hetime të pavarura dhe shumë përgjegjësi nga qeveria, dhe anë tjetër autoritetet serbe kanë cilësuar protestën si përpjekje për destabilizim të revolucion me ngjyrë. Një pretendim të cilin studentët organizatore kanë hedhur poshtë me forcë, duke theksuar se lëvizja e tyre është paqësore dhe qytetare. Vučić bëri të ditur gjithashtu se gjatë protestës janë lënduar 56 persona, përfshirë protestues dhe forca të sigurisë, por pa pasojë të rënda për jetën e tyre. Fatmirësisht, askush nuk ka pësuar lëndime që rrezikojnë jetën. Shumë prej tyre tashmë janë liruar nga spitali, tha ai. Sipas presidentit, 22 persona janë arrestuar për akte të dhunshme, përfshirë dëmtim prone dhe sulme ndaj policisë. Do të përballet në drejtësinë kushdo që thyen ligjin, por ne jemi të gatshëm të dëgjojmë kërkesat e qytetarëve të ndershëm, përfundoi Vučić. Protestuesit kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë tubime derisa kërkesat e tyre të merren seriozisht nga qeveria udhëhequr nga Vučić në Serbi.